Në krahet e mi ndërruve jetë, Selvia reagon për largimin e shpatit. Selvia jau, gruaja e shpat kasapit, ka reaguar për herë të parë pas vdekjes së tij tragjike. Përmes një postimi të jetë preks në rrjetet sociale, ajo ka ndarë dhimbjen e saj të thellë, duke postuar një foto të shpatit, duke përqafuar djalin e tyre Roelin. Ajo thekson humbjen e madhe duke shkruar: "Ndroj jetë në krahet e mi, o jetë, sa të lumtur ishim që më në fund, Roelit po i bëheshin dokumentat në Itali që të mund ta gezonim sa më shpejt tek logopedia më e mirë, sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di." Selvia tregon vështirësitë për t'i shpjeguar djalit të Roelit mungesën e babait. E le Roelin jetë o shpat, në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty, në kohën kur duart e tua i duheshin më shumë se kurrë. Si t'ja shpjegoj Roelit që babai nuk është më. Më thoje gjithmonë se do me doje derisa vdekja të na ndante. Por pse u ndovën nga jeta në krahet e mi, pse ma këpute zemrën kështu. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.